Legjislacioni shqiptar nuk duhet të harmonizohet me atë të Bashkimit Evropian vetëm në letër, por të zbatohet në terren. Ky ishte mesazhi i ambasadorit Silvio Gonzato, i cili theksoi se përkujdesja sociale është ai sektor në të cilin reformat prekin më së tepërmi qytetarët. Duhet të ketë një harmonizim të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Duhet të ketë një rishikim të ligjit për përkujdesjen sociale për të parë se çfarë funksionon dhe çfarë jo. Duhet të përqendrohemi tek zbatimi. Harmonizimi i legjislacionit me atë të BE-s është i rëndësishëm, por nuk mjafton pa zbatim. Duhet të ketë zbatim efektiv që kërkon buxhet, burime të duhura njerëzore dhe sisteme të forta të përkujdesjes. Në tryezën për shërbimin social, Gonzato foli dhe për shifrat e parave të dhëna nga Unioni, në mënyrë që vendi ynë të luftojë varfërinë. Po investojmë më shumë se 100 milion euro përmes projekteve të BE-s për gjithë përfshirjen dhe punësimin social. Këto plotësohen edhe nga plani i rritjes i BE-s, nga i cili Shqipëria ka marrë 100 milion euro për të mbështetur zhvillimin e kapitalit njerëzor. Kemi mbështetur 41 bashki për të krijuar planet e tyre vendore sociale me qëllim që të hartojnë reagimet e duhura për nevojat që kanë analizuar. Kryeministri Edi Rama nënvizoi se shërbimet janë përmirësuar, por gjithashtu pranoi se ka ende për të bërë. Përgjegjësia vendimtare e këtij procesi ka qenë shtrirja e shërbimeve në nivelin vendor dhe përfshirja e pushtetit vendor në mënyrë aktive, gjë që është në hapat e parë për hir vërtetës, sepse që sot Shqipëria të kujdeset në mënyrë të posaçme për 65.000 individ është diçka shumë domethënëse. Dhe nuk janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem financimi, por janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem i organizuar. Teksa pranoi se fondet e dhëna nga Unioni janë inkurajuese, Rama theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe qeverisë qendrore, në mënyrë që të çohet përpara procesi shumë kërkuar dhe nga partnerët ndërkombëtar.